Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Dashit në Letrat të Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë një mesazh për ju. Mesazhi juaj është 8 Rafael, quhet kjo letër. Të dashur, desher po vjen një moment, është duke ardhur një energji ku do të kuptosh që një situatë nuk të mbush më si më parë. Mund të jetë lidhje, punë, rreth shoqëror apo thjesht mënyra si ke jetuar deri tani. Ke qëndruar aty nga rutina ose frika ose shpresa që gjërat do të ndryshojnë vetë. Por e ardhmja po të shtyn drejt largimit nga ajo që të lodh emocionalisht. Ti ke zgjedhur tashmë vetëm rrugën, ta them kështu, për të larguar. Kjo letër tregon se përpara teje ka diçka më të mirë, që është një engjëll aty sikur duke ju pritur. Por nuk do të vijë duke ndenjur në vend, dhe këtë tashmë e dim të gjithë. Do të duhet të lësh diçka pas, çfarëdo që të jetë ajo, edhe pse je mësuar me të. Dhe sinqerisht kjo mund të jetë gjë më e vështirë tash për dashin, sepse zakonisht ti dashi lufton deri në fund. Por jo çdo betejë ja vlen të vazhdohet. Në javët apo muajt në vazhdim mund të ndihesh më i tërhequr, më mendues ose me dëshirë për ndryshim ambienti. Mund të jetë udhëtime, ndryshim punë ose shkëputje nga njerëz që po ju marrin energjinë. Këshilla që mund t'ju jap nga kjo letër thotë: mos u kap pas asaj që di thellë brenda vetes dashi që ka mbaruar. Nëse një derë nuk po hapet prej kohësh, ndoshta nuk është më dera jote.